Po shikojmë një Miri të distancuar nga Selina. Shqyrë, unë nuk pëlqente kjo, por dhe Selina është një stratege lojës që e përdori Mirin, po e përdor Mirin deri në një farë pike dhe mund ta flaki tej. Por Miri ka një gur rezervë, po të ketë një gur rezervë, se nuk mund t'i quaj dhe gur rezervë, sa ajo është alamet femre, për shembull është kjo Selina, që Selina, që është është i afruar. Në momentin që Selina mund të largohet nga Miri, definitivisht, kemi Selinën që mund të afrohet dhe Miri mund të ngushëllohet me atë për të vazhduar lojën në kopje. Selina mund të ndahet nga Miri dhe mund të lidhet me Gimbon, por unë shikoj një afrimitet me Mateon. Ajo ka një dashuri platonike për Mateon. Po, e shikoj me një dashuri. E kam analizuar dhe kur Mateo po dilte, ajo se ndau syt, i shikonte mi parë syt, dhe kur u rikthye Mateo, ajo bëri një hedhje, Miri ngeli aty te dera, po hapte derën, një shkretin, sensin e mirë, pa ofenduar njëri. Por me një pritje shumë dashuri, shumë romancë.